Nisma Wi-Fi for W u lançua zyrtarisht këtë të premte në Shqipëri, duke shënuar fillimin e shtrirjes mbarkombëtare të pikave të aksesit të Wi-Fi publik falas në 61 bashki. Ceremonia u mbajt në qytetin e Krujës, në një nga pikat e para Wi-Fi for W të instaluara në vend, e vendosur në Kalan e Krujës. Ambasadori BE-s në Shqipëri, Silvio Gonzato, theksoi rolin e lidhjes digjitale në forcimin e shërbimeve publike dhe në mbështetjen e rrugës së integrimit evropian të Shqipërisë. Është një ide thjesht me një ndikim të fuqishëm, internet falas në 61 bashki të Shqipërisë, duke krijuar akses në shërbime digjitale, informacion, mësim dhe komunikim për të gjithë. Ky projekt nuk ka të bëjë vetëm me lidhjen me internetin, ai synon fuqizimin e komuniteteve, mbështetjen e zhvillimit vendor dhe afrimin e Ballkanit Perëndimor me tregun unik digjital të BE-s, u shpreh Gonzato. Ambasadori i Gjermanisë në Shqipëri, Karl Bergner, nënvizoi partneritetin e fortë midis Gjermanisë dhe Bashkimit Evropian në avancimin e transformimit digjital në rajon. Digitalizimi është një nga çështjet kryesore të kohës sonë. Ai mundson shkëmbimin, informimin dhe frymëzimin, duke ofruar internet falas për të gjithë në qendrat kryesore të 61 bashkive, ne po hedhim një hap të madh përpara, drejt aksesit të barabartë për të gjithë qytetarët shqiptar, u shpreh Bergner. Nisma synon të përmirësojë aksesin në shërbime digjitale, arsim dhe informacion publik, duke mbështetur njëkohësisht bizneset e vogla, përmirësuar përvojën e vizitorëve dhe forcuar turizmin lokal.